Kryeministri Edi Rama në fjalën hapse në nisje të samitit për planin e rritjes, rruga jon drejt BE-s, ka cilësuar planin e rritjes si një udhërrëfyes jo vetëm drejt Bashkimit Evropian, por drejt lirive dhe mundësive gjatë tregut të përbashkët Evropian. Ai ka deklaruar se në vitin 2026 do të marrin fund tarifat roaming mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, roaming nuk ka të bëjë me fatura telefonike, por heqjen e një kufiri tjetër artificial mes qytetarëve tanë dhe Europës. Deklaratat e pohimet kanë vlerë vetëm kur prekin jetët reale, vlejnë kur shkurtojnë distancën midis gjuhës politike dhe jetës përditshme. Njerëzit nuk e ndjejnë integrimin. Ata ndjejnë kostot më të ulura, një udhëtim më të lehtë, kufi më të shpejtë, punë më të mira, lirinë e lëvizjes. Kështu që sot, më lejoni që të rendis disa fakte konkrete, duken si shtatë dyer për të çelur midis Ballkanit Perëndimor dhe Europës. Tarifat roaming midis Ballkanit Perëndimor dhe BE-s do të përfundojnë në 2026. Qytetarët tanë do ta ndjejnë efektin e ardhshëm drejt për drejt në xhepat e tyre. Ne kemi hequr tarifën e brendshme roaming në gjashtën e Ballkanit Perëndimor dhe i kemi ulur tarifat, ndërkohë që tashmë me finalizimin e bazës ligjore nga Komisioni, Roam Like at Home është programi midis Ballkanit Perëndimor dhe BE-s që do të jap fund sistemit ndryshëm tarifave. Bisedimet nisin fillim të 2026, Shqipëria do të përfundojë harmonizimin e plot takive deri në prill 2026 jemi gati. Do të jetë sukses i jashtëm pas që ka shkurtuar tashmë kostot me 5 deri në 10 herë dhe ka bërë parat lëvizjen më shpejt se sa një thashë them ballkanik. Roaming nuk ka të bëjë me tarifat me fatura telefonike, por ka të bëjë me heqjen e një kufiri tjetër artificial midis qytetarëve tanë dhe Europës.